Për të sqaru diçka që ka të bëjë me denoncimet e hershme dhe sistematike të mia. Konkretisht Për cilin denoncim bëhet fjalë? Çfarë bëhet fjalë? Do ta merrni vesh më vonë. Mund ta thoni diçka? Po i dini ju çfarë denoncime ka bërë Morrisi? Ka të bëjë me denoncimet tuaja si palë kallëzuese ju apo me ndonjë hetim të spaku që ju ka parë si persona djeni? Ja, Spaku ka kry punë me Myslimin bashkë me gjithë prokuroritë e Shqipërisë, kanë qenë i parë që jam hetuar 10 muaj rresht nga i grusht flejtësira është policisë shtetit kur jam denoncuar. Ju keni bërë lajmin parë. Ka të bëjë me këtë? Jo, pa më Ishte kallëzimi juaj të do ta merrni vesh më vonë. Nga kush prokuror nuk mund të thotë. Me të thënë drejtën nuk i njeh këto normal Spakut si emra. Oficeri më shoqëroi tek një prokuror që nuk e di. Nuk ja mora kartën e identitetit se s'kisha as vetë kartë me vete. Po sollet material shtesë apo vetëm datë deklarime? Po vina me dur në xhep, materialet shtesë janë këto që vinë me dosje. Unë për fat në keq maj men shumë, nuk kam nevojë për Zoti letë. Morrisi, ne kuptojmë që mund të jetë kërkuar për të ndar informacion. Ka të bëjë me qëndrimet tuaja publike, ka të bëjë me funksione? Jo, qëndrimet publike nuk ka Spak që mi na lën mu, janë qëndrimet publike, politike, do të vazhdoj të bëj prapë, ato që di unë. I dini edhe ju, po nështë s'ja mori shumë konsiderat. Si thirrur apo si person që ka Si i nga 3.800.000 votuesi dhe i nga 5 milion shqiptarët. Po jo të gjithë mund të shkojnë në Spak. Po, edhe çudi që të shkojnë gjithë nuk është. Mani me në krajën kur thirri Bektashin 250 katunarët, s'ka korë fshati me ato këmbaje, mani me? I fshat e maroj kraja. Kështu që avash, besoj që do të vinë dhe fshatra tjera. Për çfarë fshati bëhet fjalë sot? Pyesni krajën kur dali kraja.